Komisioni i Reformës Territoriale është në mes të punës së tij dhe ka kryer vetëm një pjesë të kësaj pune. Dhe nuk mundet të sillet këtu një argument duke dorëzuar një raport përfundimtar në emër të tij, pse koha ka përfunduar. Ka përfunduar koha, po nuk ka përfunduar puna. Sillni një raport përfundimtar për një punë jo përfundimtare dhe jeni në alogjizëm logjik dhe në alogjizëm politik. Nuk mund të ketë një raport komisioni kur komisioni nuk ka zbatuar procedurën e tij, nuk ka produktin e tij. Komisionet dërgojnë produkt në seancë plenare dhe i nënshtrohen procedurave dhe raporti që ju e quani final as nuk është dorëzuar në mënyrë ligjore, as nuk është debatuar në komision, as nuk është diskutuar dhe as nuk është votuar. Kemi patur me dhjetra qindra kërkesa nga qytetarë shqiptarë që të mirnin pjesë në këtë komision në mënyrë që t'ishim, të bënim avokatinë e interesave të tyre. I bëm të gjitha këto në kundërshtim me bindjen e thellë se Edi Rama do bënte gjithçka për të përvetësuar këtë reformë në funksion të interesave të tij mafioze, antidemokratike, anti-shqiptare çpopulluese. Ky komision, në këtë komision, siç jeni dishmitar, është bërë nga pala jonë puna më serioze dhe ajo është konkretizuar në një raport prej 400 faqesh. Në përputhje me agjendën e përbashkët, janë organizuar 10 konsulta. Agjenda e përbashkët kishte vazhdimin me konsultat të tjera. Raporti që pretendoni të paraqisni sot është absolutisht i paligj, nuk është miratuar në komisionin parlamentar dhe në praktikën 10 vjeçare komisionet bipartizan kanë shtyrë sa herë ka qenë e nevojshme afatet. Kanë shtyrë afatet. Ju sot paraqiti këtu me një raport që s'është paraqitur në komisionin e reformës. Ky është brutalitet, ky është një akt me cilin ju do të doni me çdo kusht të largoni pushtetin nga qytetarët. Këtë që keni bërë ju me reforme deri tanishme. Kërkesa e sapo parashtruar i ngjan kërkesës së një udhëtari që ka humbur trenin një javë më parë dhe vjen pas një jave dhe thot dua të hipi në trenin që kam humbur para një jave. Ndërkohë që ky është një proces i cili nuk mund të kthehet mbrapsht për shkak se ky diskutim mund të ishte bërë në këtë sallë një javë më parë, kur për ironi të fatit të kërkuesit, ky kuvend u gjend para dy situatave pothuajse të ngjashme. Kishte një komision të posaçëm për reformën zgjedhore dhe një komision të posaçëm për reformën administrative territoriale. Kjo nuk do të thotë që sot do të miratohet reforma e re administrative territoriale. Sot do të dëgjohen gjetjet dhe më pas të gjitha palët politike, madje edhe çdo deputet nëse do, mund të vijë me propozime të veta. Konfirmoj që lëndët janë RSG 8, TW1000 profesional dhe VESK RSG 8000 special, që janë lëndë speciale irrituese profesionale për vetëmbrojtje dhe neutralizim të personave të dhunshëm, të cilat janë të certifikuar nga kompanitë prodhuese dhe përdoren nga forcat policore në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lajmi këtu është që kishte lezet partia e Molotovarëve se i dilte mballë gjës me njerëzit me kapuçe Molotov atëherë, por tani që hedhin gurin
dhe fshejnë dorën të shndrohet nga partia e molitovarëve në partia e skuthave, bashkë me në produktet e tyre